Shëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur se përgatit një laknor që të kënaq bashkë të një shqiptar një herë një mos me qit, na duket keq edhe s'ka si ushqimet tona. Krejt që kanë nevojitin për brumin janë 800 gram miell, 550 ml ujë të ngrohtë, pak vaj, një lugë të gjellës jo plot me krem. Harçin ju kom tregu se kom përgatit, pra zelet e fresta, qep të ljuma, ojk, krem fresh edhe pak vaj plus pra pak krip falni. Hedhem bismillah, kripen tek ujë i ngrohtë edhe pak vaj. Përzina drejsa të tërejtë të krypa, ujë pra është i ngrohtë. Edhe shtojna ujë në ngrohtë tek mielli, përzina brumi me mikser ose ju me duar, nuk ka lidhje. Edhe e nalim tash tek mikserin. Brumin e qesim tash të sot holl, për mi, ras, për pjekje ko keme qitë edhe miell. E gjeshim brumin, pra edhe i ndajna koleqt. Ne unën tjetër e kuruar 100 gram me gjallë, pra gjallëpën e kemi shkry për ndryshim puter, e përzina edhe me 100 ml vaj edhe e lojna hazër, mandej për me ly edhe petat e gjeshim brumin mirë. Tash te brumin e kemi ngjesh edhe i ndajna koleqt. Si gjithmonë e rrokullisim me miell. Tash te e marrëm një tepsi edhe e lyna mas pare me gjallëpën që kem përzi pra me vajin. I marrim koleqt. I ranojna qëto me duar. Edhe i lyna gjithë, i lojna mbulluar me nylon të kuzhinës pra folje. I lojna për gjys orë që të pushojnë. E qesim gjallë prapë për mi me vaj që kemi përzi. Veç pak i lojna për me ly pra pitën mandi. Shëmbullojna tepsin pra dhe lojna koleqt pushojnë për një gjys ore. Mbas 30 minutave tash, koleqt pra janë zbutur edhe i zgjatim, se që përshifni. Tepsin e lyna pra me pak nga vaja gjallë pa që ja kemi qitë pra tepsi. Edhe e zgjatim pra koleqt. E kthejna petën qështo. Marrëm tash të harçin. Edhe e gjesim. Harçin pra me zele. Edhe e shtjellim petën. Deri në fund kështu pra e shtjellim. Qoshet ja prejna pak me thik edhe i renditim pra tepsi. I kemi rëndit pra të gjitha petat që i kemi zgjatë për ndryshe koleq, tashte me gjallëpën në shkrirë që kom lënë në fund të lyna krejt për mi edhe me njëherë e fusim tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë që pjeket edhe laknore.
Edhe laknorin e kemi hek prej furrës, e kemi pjek temperaturë 220 gradë për 35 minuta, i nxehtë i val. Ju që doni me prit me uftof, e stërpikni pak me ujë të ftoftë edhe mbuloni me një salvetë të pastërt. Kush ka qef me hongër të nxehtë si çiftja jame që kom qef me hongër të nxehta, na bëft mirë e juve motrat fillestare sidomos që jeni të reja në kuzhinë, ja vlen ta përgatitni. Faleminderit për përkrahjen që ma veni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit. Ju them miru pafshim.